si mune me gjetë një balancë në mes anës teme spirituale, shpirtërore, edhe në thojza agresivitetit ose luftës që më duhet me bë në tokë për sipërmarrjen, për me kriju një pozicion temin në treg. Puna është një bekim shumë i madh i dhënë nga Zoti, apo një veprim i bekuar nga Zoti. Ne duhet të mbështesim çdo njeri që punon dhe siguron bukën e tij, me mundin e tij, me djersën e tij, me aftësitë e tij. Edhe ne kemi parë që Zoti nuk i ndan talentat në mënyrë të barabartë, por i ndan talentat secili sipas asaj që ai mban. Ne kemi parë që disa njerëz përballen me vojtje shumë të mëdha në këtë jetë, përballen me humbjet e fëmijëve, përballen me zhgënjime të mëdha, me divorce. Dhe natyrisht ngrihet pyetja, thotë, pse Zoti lejon të tilla gjëra? Sepse njeriu është një qenie unike, me potenciale individuale. Dhuratat që ka gjithë secili për nesh s'duhet të përzihen në një, të bëhen në një. Apo ëndrat e dikujt të jenë të njëjtat me ëndrat e një tjetri. Pra, këtë potencial që na ka dhënë Zoti, unë besoj që duhet ta përdorim gjithmonë në anën e mirë të saj gjë.